Vllaznia e futbollit për femra ka nisur mjaft mirë fazën e dytë duke realizuar 2 fitore rrallësi. Kjo e sotme ndaj Partizanit 10-0. Si zakonisht kapitenja e vllaznisë shkëlqen në fushën e lojës, autore 2 golave, por edhe në shumë raste shënimi. Urime me i. Faleminderit, patjetër ishte një ndeshje e rëndësishme për ne, ndeshja e dytë e fazës dytë. Çdo ndeshje besoj se detyrim është fitore edhe 3 pikë. Kështu që për të vazhduar dhe objektivin që kemi për dal kampion, sërish. Një Partizan që ka luajtur në Kupat e Europës dhe konsiderohet pretendent. Përballë jush ishte i pafuqishëm. Po besoj se ekipi bëri një pjesë parë, pjesë dytë shumë mirë, duke pas parasysh shënimin e golave, gjithashtu edhe gola që u shënuan nga shumë lojtarë, jo vetëm nga një lojtare. Kështu që është e rëndësishme për motivimin e ekipit, motivimin e gjitha vajzave, pasi goli e kënaq gjithkan, kështu që është e rëndësishme që ekipi gjithashtu rikthehet te goli, pasi ndeshjet e kaluara është parë që kemi pas vështirësi ndoshta për të shënu, por e rëndësishme është që u kthye ekipi te shënimi i golave dhe patjetër detyrim është për këtë ekip në çdo ndeshje për me marrë 3 pikë për punë shumë. Ajo që thatë ju më herët, e rëndësishme është se golat janë shpërndartëshme edhe në skuadër dhe sot shënoi 4 gola Tereza Deda që vjen nga Amerika. Më vjen mirë për gjitha shoqet që kanë shënu, edhe për Terezën edhe për Erikën dhe gjithë vajzat e tjera. Patjetër që e motivojnë gjithë secilën për punën vazhdimsi dhe për ndeshjet që do kemi në vazhdimsi. Mund të themi se vllaznia tashmë ka harruar atë humje dhe eliminimin në kupën me Teutën e Durrësit. Po besoj se humjet janë ato që t'japin në shumësim si sa fitoret, kështu që sidomos një ekip kampion që nuk është mësuar me humb, besoj se mëson shumë nga humbjet, kështu që është një ndeshje që na ul në kom tokë, na thon për me punu me dhe më tepër, edhe besoj që me qetësi dhe me punë, çdo ndeshje me marr me radhë dhe me fitu me marr 3 pikë çdo ndeshje. Patjetër që kemi shumë ndeshje përpara, por vlerësimi shkon te ndeshja e radhës. Vllaznia vazhdon të kryesojë kampionatin e shkëputur nga rivalet, por duhet të theksuar se Teuta fitore si kupës ka Orex edhe për kampionatin, kështu janë shprehur edhe nga kampi Durrësak. Ne nuk na intereson as pak shprehjet e ekipeve të tjera, na intereson puna jonë. Patjetër që gjithë secili ekip që lun kundra vllaznisë ka dëshirë me marrë maksimumin edhe patjetër edhe fitore. Fakt zakonisht kanë fituar kur kanë marrë barazime, kanë festuar jashtëzakonisht shumë, por mbetet për të parë, do t'ja lejmë fushës, kështu që kemi kohë akoma dhe do shohim. Që do thotë se vllaznia nuk ka ndërmend ta dorëzojë trofeun e kampionit? Po objektivi patjetër dihet, kjo vllazni gjithmonë ka objektiv dalë kampion. Titulli kampion janë fituar, tashmë kërkohet titulli 13. Patjetër. Në aspektin personal me Gjedo që e kënaqur? Po, e kënaqur asnjëherë mjaftueshëm. Kështu që kjo është e rëndësishme për një lojtar dhe sidomos për egën e një lojtari për teca dhe për të shënuar sa më tepër edhe për të ndihmuar ekipin për të arritur në fitore. Kjo është gjë më e rëndësishme për mua. Për ta mbyllur këto 2 gola të sotëm, për kë shkojnë? Ka ndonjë dedikim? Nuk ka se dedikimi, thjesht dhe mirë që shënova për ekipin, për familjen. Urime me ju. Faleminderit. Suksese.